Mirëmbrëma, mirë se vini drejt për drejt në ora e fundit. Nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot, Partia Socialiste fiton mbi 50% të votave dhe siguron mandatin e 4, ndërsa Aleanca e Partisë Demokratike merr 7% më pak se Partia Demokratike plus LSI në vitin 2021. Sondazhi i parë parazgjedhor i ABC News tregon se 52% e shqiptarëve kanë opinion pozitiv për Edi Ramën dhe 35% për Sali Berishën, por 64% e të anketuarve duan krye socialistin si kryeministër. Tema si korupcioni, krimi, dalin në shifra të ulta dhe shqetësimi kryesori shqiptarëve, mbetet ekonomia, pagat dhe pensionet. Sondazhi i parë i thënës parë. Sondazhi i parë i ABC News në bashkëpunim me kompaninë prestigjioze italiane të sondimit Angi Ricerche nxjerrin Partinë Socialiste si fituese të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas sondazhit publikuar për herë të parë në emisionin Real Story të Sokol Ballës, 3 javë para zgjedhjeve, Partia Socialiste merr 46.9% deri në 50.9% të votave kombëtare, ku në vitin 2021 mori 48.7% të votave për të prodhuar 74 mandate. Aleanca për Shqipërinë Madhështore, drejtuar nga Partia Demokratike, si në skenarin më të mirë dhe më të keq, nuk arrin dot as rezultatin e vitit 2021. Nëse 4 vite më parë, Partia Demokratike arriti të marrë 39.4% të votave, në 11 maj, sipas sondazhit, Aleanca e Berishës mund të arrijë maksimalisht 37.1% dhe minimalisht bie në 33.1%. Nëse në vitin 2021, Partia Demokratike arriti këtë numër votash e vetme pa koalicion me Ish Lëvizjen Socialiste për Integrim, 4 vite më pas, bashkë me të nuk e arrin dot më të njëjtën shifër, pasi 6% i votave të Partisë së Lirisë sot rezulton të jetë zhdukur dhe nuk janë në llogaritë të Partisë Demokratike. Bashkë dy aleatet kanë rënë 6 pikë në krahasim me vitin 2021. Partitë e reja së bashku marrin 11.1% të votave, kurse në një skenar më pozitiv 18.7%. Udhëheq Partia e Lapajt me 5.4 deri në 7.4% të votave, ndjek Mundësia e Shehajt me 3.8 deri në 5.8% të votave. Partia Social-Demokrate e Tom Doshit, që mbetet në nivelet e njëjta me vitin 2021, 1.4 deri në 2.4% kur mori dhe 3 mandate. Kurse Euroatlantikët e Lulzim Bashës rrezikojnë seriozisht pragun kombëtar, nga 0.4% deri në 1% të votave. Por cilin preferojnë shqiptarët si kryeministër? Në preferencën mes dy liderëve kryesor, të anketuarit zgjedhin me 65% Edi Ramën si kryeministër të ardhshëm, kurse Sali Berishën vetëm 35%. Edi Rama rezulton lideri më i vlerësuar pozitivisht nga gjithë të tjerët me 51.2%, por 45.2% të tjerë kanë përgjigje negative. Sali Berisha është lideri i 4.000 pëlqyer, me 33.8% mendim pozitiv dhe 63.9% mendim negativ. Më të pëlqyer se Berisha janë dy liderët e rinj të djathtë, Adriatik Lapaj dhe Agron Shehaj. Më i urryerin listë është Ilir Meta, me 83.2% mendim negativ. Sipas sondazhit të Angi Ricerche, shumica e shqiptarëve të pyetur në masën 52% mendojnë pozitivisht për jetën në Shqipëri. Ata ndajnë në 6.3% shumë mirë dhe 45.7% mirë. Ndryshimi është se përqindja e njerëzve të cilët mendojnë pozitivisht për jetën në Shqipëri ka një rritje prej thuajse 7% në krahasim me vitin 2021. Humori i shqiptarëve luatet kryesisht nga kriza ekonomike dhe inflacioni. 18.9% e të anketuarve mendojnë se këto dy janë problemet kryesore në Shqipëri, pasuar nga papunësia me 15.1%, pensionet e ulta 13.2%, emigrimi 11.3% dhe korupcioni 10.1%. Por shqiptarët ndahen thuajse përgjysëm kur pyetja shtrohet se ku po shkon Shqipëria. 49.7% e të anketuarve mendojnë se Shqipëria po shkon në drejtimin e duhur, por 40.8% të tjerë mendojnë se vendi është në drejtimin e gabuar. 9.5% thonë se busulla nuk është as në drejtimin e duhur, as të gabuar. Kurse tek ardhmja ekonomike e vendit, 40.4% e të anketuarve thonë se situata do të përmirësohet, 38.7% se do të përkeqësohet dhe 20.9% do të mbetet e njëjtë. Edhe në emocionet që shfaqin, shqiptarët e pyetur ndahen. Krenaria dhe patriotizmi shfaqet tek 37.8% e tyre. Shtuar këtu, 12.1% e shpresës dhe gëzimit, 49.9% e shqiptarëve kanë emocione pozitive për gjendjen, ndërsa 50.1% kanë zemërim ose frikë. Këta ndahen në 29.9% dhe 20.2%.
Ky sondazh i parë i ABC News në bashkëpunim me Angji Riçerke përfshi mbi 6.000 qytetar shqiptar të anketuar në të gjithë Shqipërinë, nga të cilët 2.000 u përgjigjen plotësisht pyetjeve. I ftuar në një lidhje live në emisionin Real Story ishte edhe bashkautori i sondazhit, profesori italian Fabio Bicari, i cili sqaroi se marzhi i gabimit të këtij sondazhi është nga 2 deri në 5%. Ai doli në konkluzionin se shqiptarët po mendojnë si votues europian. Ky ishte sondazhi i parë në ABC News, në pritje të 2 të tjerëve, nga e hëna vetëm në Real Story. Në Durrës, Partia Socialiste pret të marrë 9 mandate. Nga qyteti bregdetar, Rama tha se fitoren e 10 socialiste do ta marrin falë mbështetjes grave. Krye Socialisti kërkoi votën jo thjesht që Partia Socialiste të marrë shumicën, që siç tha është e garantuar, por që vendi të marrë integrimin në Bashkimin Evropian, ndërsa votën për Partinë Demokratike e konsideroi si një votë e hedhur në kënec. Rindërtimin pas tërmetit, Rama e konsideroi sukses të qeverisë së tij. I bindur për fitoren e 10 radhazi, Edi Rama tha se mandatin e 9 në Durrës, socialistët do ta marrin falë mbështetjes të grave dhe vajzave. Kur shoh këtë pjesëmarrje, kur shoh këto plasin syri keq. Plasi. Tani kam shumë besim një mandatin 9 u mor. Votë që më shumë se për Partinë Socialiste është për integrimin në Bashkimin Evropian. Qa do zgjedhim ne, midis me Shqipërinë në BE, për të qenë më në fund edhe ne me Europën, njësh, apo me kënetën e me bufin e kënetës, prap në grop nga e para. Në Durrës, kryesocialisti foli dhe për investimet e nisura, teksa një komente kishte për tërmetin, që tronditi Durrësin në nëntor të 2019-s. Nëse nuk do ishim ne në qeveri, po do ishte këneta me bufin, sot harroheni se njerëzit do kishin marrë shtëpi të reja. Rama tregoi dhe arsyen se përse i gjithë fushata e tij është përqendruar tek takimet me gratë. Nëse nuk kuptoj rolin e gruas time dhe nuk kuptoj pozicionin tim në krah të saj, unë jam gjysmak, jam çuryk. Dhe Shqipëria, po ju them Shqipëria, përpara se ne të bënim këtë revolucion dhe të hapnim rrugën për kaq shumë gra që të hyjnë në procese vendimarrëse, ishte një vend gjysmak. Në fund nuk harroi të bënte edhe një parashikim për 11 majin. Do të jetë një fitore me 19 për ne, dhe ata do të marrin rezultatin më të keq mbas atij të 97-s. Ndërsa Sali Berisha tha në Puk se vetmja opozit është Partia Demokratike. Krye Demokrati sot kishte në fokus sulmin ndaj partive të reja që, siç tha ai, rajnë gjoksin si opozitare të opozitës. Fushata për zgjedhjet e 11 majit që ka nisur prej 10 ditësh nuk ka patur ndikim në ekonomi. Deri tani nuk është regjistruar ndonjë luhatje në kursin e këmbimit, sidomos në vlerën e monedhës europiane dhe sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro vijon të qëndrojë në kufi të 99 lekëve me lëvizje shumë minimale. Besimtarët katolik shqiptar kanë nderuar Papa Franceskun. Omazhe dhe lutje u mbajtën në Tiranë, këmbanat e vajtimit ranë vazhdimisht në katedralen Shëmpali, ndërsa besimtarë të shumt morën pjesë në meshën e lutjeve për atin e shenjtë, mesha e dritës, udhëhoq nga Imzot Arjan Dodaj. Mes lutjeve që shpirti i Papa Francesku të pret në paqe, kreu i Kishës Katolike u shpreh përpara besimtarëve se Zoti zgjodhi ta marrë pranë vetes atin e shenjtë në vitin jubilar të shpresës. Ndër të tjera, Imzot Arjan Dodaj përmendi përkujdesjen dhe dashurinë që ati i shenjtë ka treguar për popullin shqiptar. Kishat katolike në vend janë në zi, ndërsa pritet të mbahen mesha për shpitje dhe edhe në ditët në vijim. Një aksident ka ndodhur pas ditën e së hënës në tunelin e Murizit, ku 2 mjete janë përplasur me njëra tjetrën. Njëri prej mjeteve i drejtuar nga një italian u përplas me mjetin e drejtuar nga një shqiptar.
Si pasojë e përplasjes të plagosur mbetën 3 pasagjerë, të cilët u transportuar në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Të dy drejtuesve të mjeteve ju bë testi i alkoolit, por rezultua negative. Ish kryeministri Sali Berisha në hetim për korrupsion për aferën e privatizimit të kompleksit Partizani u paraqit sot në SPAK në zbatim të masës së sigurisë me sulme të rinovuara ndaj drejtësisë. Berisha, i cili ka premtuar lirim të dënuarve nga burgjet, mori mbështetje edhe nga të burgosurit e 313-ës që ndodhet përballë godinës së prokurorisë së posaçme dhe që e shpallën atë idhullin e tyre. Mirë, me mua në studio është bashkuar kandidati për deputet i djathtas për zhvillim, zoti Ibsen Elezi. Zoti Elezi, mirë mbrëma, faleminderit që jeni me mua drejt për drejt në ora e fundit. Mirë se u gjeta. Dhe në një komunikim të drejt për drejt, bashkë me ne bashkohet gazetari i njohur, Artur Nura. Mirë mbrëma. Artur, mirë mbrëma, faleminderit që je drejt për drejt në ABC News. Drejtësi. Sot ka qenë pikërisht ABC News, e cila në mbrëmje në orën 20 në emisionin Real Story me gazetarin Sokol Balla ka publikuar sondazhin e parë për zgjedhjet e 11 majit në bashkëpunim me një prej kompanive prestigjioze në Europë për sondazhet siç është Anxhi Recherche. Në këtë sondazh janë pyetur mbi 6.000 persona dhe janë përgjigjur mbi 2.000 veta. Ndërkohë margji i gabimit në këtë sondazh varion nga 2 deri në 5%. Unë së bashku me ju, Artur dhe Ibsen, duaj që të marrë mendimin tuaj për disa nga pikat kryesore të këtij sondazhi, ndaj fillimisht do doja të ndalesha tek vlerësimet që ky sondazh ka dhënë për udhëheqësit politik. Me anë të regjisë do na shfaqet në ekran edhe tabela përkatëse. Fillimisht doja të dija vlerësimin për Edi Ramën, ku vlerësohet pozitivisht 51.2%. Nuk ka mendim, janë 3.6% dhe negativ për Edi Ramën janë shprehur 45.2% e të akentuarve. Vjojmë tej gjithashtu me vlerësimet për Sali Berishën. Pozitiv për Sali Berishën janë shprehur 33.8%, nuk ka mendim 2.3%, ndërsa mendim negativ për Sali Berishën kanë shfaqur rreth 63.9%. Doja të ndalesha gjithashtu dhe për vlerësimet për Ilir Metën. Pozitiv për Ilir Metën janë shprehur 11.6% e të anketuarve, nuk ka mendim 5.2% dhe negativ 83.2%. Ibsen, doja që fillimisht këtë diskutim ta nisja me ju. Çfarë lexoni ju në këtë sondazh? Aktorët kryesorë të politikës ja kanë arrit qëllimin deri në këtë moment që flasim, sepse duke fokusuar njëri tjetrin shumti me epitete, me batuta, me figuracion nga më të ndryshmet, kanë arrit të mushin mendjen e opinionit publik se këta janë kundërshtar të njëri tjetrit. Gjitha faktet tregojnë që këta s'janë kundërshtar të njëri tjetrit. A luajnë këta, është një aktrim, është një lojë, patjetër që për mua është një lojë. Dhe do të realizojnë, edhe mund të realizojnë, për shkak se edhe një pjesë e mediave këta i mbështet në këtë lojën e tyre, në lojën për pensionet, në lojën për problematikat e ndryshme që dalin me taksat, problematikat e ndryshme njëri, ose me figuracionet që njëri rri bën batuta dhe i rikthehet si Edi Rama që i kthehet, domthonjë për të bërë interesante edhe lakurisësisë veta, një video me një X personazhe, etj me radhë. Pra, çfarë fushate po bëjnë? Këto fushate. Berisha për shkakun nga ana tjetër. Gjithë thelbi i fushatës para disa kohësh, thelbi i problematikës para disa kohësh ishte spaku dhe përballja e këtyre. Dhe gjithë strategjia e këtyre është për ta shkëput vëmendjen nga përballja e tyre me spakun dhe kanë kaluar. Berisha duket sikur në këtë fushat po kopjon presidentin Amerikan, Donald Trump, edhe me vënien e kapeles. Ka një ngjashmëri mes tyre, e shikoni? Jo, me Biden po. Me Biden duket tash i qari që ka për shkak sepse ngatron shifrat, ngatron numrat, ngatron ngjarjet, ngatron vitet normalisht dhe natyra e fushatës Partisë Demokratike për një program
ku premtohet, ashtu si që dhe Rama po e bën një program për, më po t'i kapësh tash për gjërat thelbësore, këta kanë njëtet programe, sikur i kanë marrë nga kjo qati inteligjencës artificiale. Më lejo të marrë edhe mendimin e Arturit, do rikthejmë sërish tek ty. Artur, çfarë shikoni ju në këto vlerësime të para për liderët politikë? Para së gjitha shoh një dimension të veçantë të raportit me Trumpin. Sepse padyshim Trumpi ose era Trump ka i funksion drejt për drejti. Berisha po mundohet ta imitoj Trumpin vetëm në anën vizuale, pra me kapelen, ka përdorur ca gjëra. Ndërkohë që më shumë po imiton Trumpin Edi Rama, i cili po bullizon Berishën, siç e bënte edhe Trumpi me Bidenin. Po e bullizon me terminologjinë Pra në këtë pikë bashkojeni me mendimin e Ibsenit që Berisha më tepër po i ngjan Biden. Kishte mendim tjetër që po imiton Berisha. Mua më duket se imitimin më të saktë po e bën Rama si duket me rezultatin që për të marrë. Edhe sondazhi këtë vërteton. Jo, Ibseni tha që Berisha më tepër duket sikur po imiton Biden se sa Trump. Po duket si Biden. Po duket si Biden. Nuk e kam dëgjuar unë këtë gjë. Po tjetë kështu jam dakord. Po imiton Biden dhe imitimi është biologjik. Po duket më tepër si Biden, tha, më saktësisht. Është krejt biologjik, është krejt i natyrshëm. Kurse rezultatet e sondazhit sot, po themi tek Real Story, nuk është se sollën në surprizë. Ne edhe në emisionin tuaj e kemi para ndajmëruar, domethënë këto rezultatet e Ramës në distancë me Berishën, megjithëse mund të bashkohet përqindja që mbështet zotin Berisha me përqindjen që mbështet zotin Meta dhe prap janë larg. Do arri Ilir Meta të fitojë atë mandat që ai kërkon? Mendoni? Synimi ky është, do arri apo jo, duhet pritur, por synimi ky është që Meta të marrë dhe mandatin në listat e hapura dhe të ketë dhe mandatet e siguruara në listat e mbyllura. Por kjo nuk i jep fitore në opozitë. Kjo vetëm garanton, po themi një lloj imuniteti politik dy liderëve të cilët janë në një proces penal. Dhe mua nuk më duket se mund të eklipsohet SPAK-u. Mos harrojmë që sot vetë Berisha u paraqit aty pavarësisht se bëri fushat elektorale më pas, po është i detyruar të paraqitet në SPAK, edhe SPAK-u sipas informacioneve të artikuluara në media ka një tërheqje gjatë procesit elektoral dhe që është i arsyeshëm, sepse mund të influencojë drejt për drejti në zgjedhje, por sipas të dhënave, sipas tash e themeve, po e themi që do të ketë pas zgjedhjeve një veprimtari mjaft të agresive të SPAK-ut dhe nuk është çudi që të ketë po themi kurbane edhe nga e majta edhe nga e djathta. Artur, atëherë më lejo sepse kemi paksa kohë edhe të kufizuar të shohim edhe një tabel të përgjithshme për vlerësimin e liderëve politik me anë të regjisë do na shfaqet në ekran. Atëherë Ibsen, shohim këtu opinionin për drejtuesit politik. Pra, është një tabel e përgjithshme. Edi Rama 51.2%, Adriatik Lapaj 35.2%, Agron Shehaj 34.2%, Sali Berisha 33.8%, Arlind Qori 23.6% dhe Ilir Meta 11.6%. Ibsen, çfarë vëreni ju në këtë sondazh të parë përsa i përket vlerësimet të liderëve politik? Jo, këtë nuk arrit ta kuptoj, sepse nuk përbën edhe shumë sens logjik. Në shkuptimin që të dalësh edhe tu që të gjithë janë të 33, 34, 35, nuk është si bëhet një selektim, sepse duhet bësh përzgjedhjen që t'jenë krahasueshëm me njëri tjetrin, nuk ndërtohet në këtë formë. Nuk e di se si e kanë ndërtuar sondazhin, po ndërtohet në një formë, domethënë nëse ti liston për cilin është votuesi dhe del edhe krahasimisht, nëse kështu ky nuk është një sistem krahasues, ai që e ka ndërtuar sondazhin e ka ndërtuar në një formë që ta ngatrojë situatën, jo ta sqaroj. Artur, çfarë vëreni ju këtu në këtë pikë? Duket sikur ke Real Story, e sigurisht është mënyra krahasuese mungon, por është pyetja e drejt për drejt në raport me liderat. Ajo që unë vëre në këtë rezultat është qetësimi që e përmendi dhe sot zoti Berisha duke kërkuar që partitë e reja të mos votohen. Pra qartazi, partitë e reja marrin nga e djathta, marrin nga Partia Demokratike. Mua personalisht, që të më pyetet në titull personal, do më pëlqente që edhe organizimi që është i rëndësishëm për të bërë traditën i zotit Ibsen,
do kishte e rëndësishme tishte në këto rezultate, sepse paraqet historinë së djathtës në një farë mënyrë, ose tenton të rikonfirmoj të djathtën historike të historisë mjaft problematike shqiptare. Po unë besoj që këto të dhëna janë të sakta, me margjin e gabimit që ka çdo sondazh. Duket sigur liderët e rinj, Adriatik Klapaj apo Agron Shej, që sigurisht anojnë nga e djatha, duket sigur janë më të pëlqyer se Berisha. Qorja anon nga e majta qartëzi, po jo nga e majta, përcin se ne nuk kemi të majtë dhe djathë, duhet ta pranojmë. Nga pikpamja ideologjike, partitë janë njësoj, nuk kanë diferenca ideologjike. Po kemi lidera që pëlqejnë më shumë dhe më pak. Atëherë, po të ndalemi tek një tjetër tabel ku qytetarët janë pyetur drejt për drejt se kë preferoni për kryeministër, po të shohim tabelën, 64.3% e të anketuarve shohin pikërisht kreun e Partisë Socialiste Edi Rama si kryeministrin e ardhshëm të Shqipërisë edhe për një mandat të katërt, ndërsa 35.7% e popullsisë shohin për kryeministër kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha. Po, duhet shtuar edhe 11% i zotit Meta këtu, sepse janë së bashku, janë në koalicion edhe ligje elektoral. Edhe po prapë nuk e mundin dot. Po ajo që duhet theksuar është Rama ka qëllim të marrë të siguroj pushtet absolut. I gjithë synimi i tij është qartëzi për një pushtet absolut, për të pasur votat e nevojshme për të ndryshuar kushtetutën. Kjo gjë me sa duket nuk do t'i realizohet Ramës. Janë pak sondazhet edhe në televizionin tuaj, edhe në një televizion tjetër që ndoqa unë, nuk ja ofrojnë këtë garanci zotit Rama ose Partia Socialiste, se Rama dhe Partia Socialiste janë një sipas meje. Kështu që nuk do të kemi pushtet absolut të Partisë Socialiste, po do kemi balanca. Edhe partitë e reja do marrin një rol të caktuar. Ibsen, mendoni njëjtë si Arturi, pra që Rama nuk do ketë një pushtet absolut, do ketë një pushtet të balancuar të rejat? Rama ka një rrjedhje votash dhe kjo është duke edhe nga sondazhet. Këto janë një pjesë sondazhesh, thash edhe një herë që sondazhet kanë një përgjegjësi të madhe dhe sondazhet kanë natyrë sqaruese të asaj çfarë është në terren. Kur sondazhet bëhen në forma, pastaj jo të drejt për drejt apo të rrethorta për të nxjerrë përqyshmërirat të ndryshme e tjerë, pastaj edhe shumë janë, sepse duhen lexuar në thelb se cila ka qenë arsyeja e atij sondazhi dhe mënyra se si është ndërtyputësori, po duhet të them këtë që Rama nuk mund të marrë një shumicë siç ai pretendon në rezultat. Ai edhe vete ka pranuar që do marrë te 71 deri në 75. Unë besoj që nëse këtë kohë, gabimin e parë e gjithë partive të vogla ishte që s'u bën bashkë. Nuk arritën të bëhen bashkë, që tregon një papjekuri politike që do e vuajnë në këto zgjedhje. Gjithë partitë e vogla, po them se të vogla janë. Partitë e reja është më mirë sepse të vogla sepse janë të vogla. Janë të vogla që fakti që s'u bën bashkë janë të vogla në mentalitet. Nuk e dim çfarë do ndodh në këto zgjedhje. Drejt ashti. Se bën ma nesër, po janë të vogla se janë të vogla në mentalitet që s'u bën bashkë njëre para, dhe do ta vujnë këtë, sepse elektorati do i ndërshkoj. Elektorati ka për të thonë, ju nuk u bët bashkë dot, aparat mëdheve. Si pretendoni ju t'i mund një këta, dhe kjo është logjike thjeshtë. Po unë du të them këtë, të lutem, du të them këtë që në qoftë se Artur ta përfundoj fjalën i Ibsenit dhe me një herë. Në qoftë se partitë e vogla do të arrijnë nëse ka një mundësi për ta ulë poshtë 71-shit, ky nuk është Sali Berisha, janë partitë e vogla. Në idiotësia e Sali Berishës në thojza, se nuk është idiotësia ajo, po për një grusht votash që mund të tërheq nga këto, dhe për t'i ullë partitë e vogla që janë vetëm janë mënyrë për ta ullë Edi Ramën po 71, 71 deputetëve, sepse janë vetëm këto parti që mund të marrin vota që edhe të elektoratit gri, po edhe të asaj pjesë e elektoratit që nuk do as Berishën as Ramën. Pra ti sulmosh këtë rast partitë e vogla nga ana e zotit Berisha, më nuk më duket shumë e logjikshme. Arsyet sepse bën ai kuptohet që për të maksimalizuar numrin e deputetëve të vet, sa ai tashmë e di se nuk fiton. Artur, po ka një të dhënë që nuk duhet haruar, është saktë ajo që thotë Ibseni që nuk u bën bashkë, po të ishin bërë bashkë, do ishin më eksponenciale. Por dy prej tyre janë bërë bashkë. Domethënë kur thua Adriatik Klapaj, ke thënë edhe Nismën. Janë të dy bashkë të futur në garë së bashku dhe kanë marrë një përqindje sa shkon në afër te kalon sipas këtij sondazhi edhe figurën e Berishës.
Kështu që patëm një tentativë e cila dështoi në leximin tim personal nga lëvizja e majtë e Arlin Qorit, i cili kërkoi të merrte vëmendje në një emision ku kishin shkuar me vullnetin për t'u bërë bashkë dhe doli krejt e kundërta. Ai mori një vëmendje të caktuar mediatike, por krijoi një përçarje tek partitë e reja. Partitë e reja kanë synuar të ishin bashkë dhe mua më rezulton kështu, mund të konfirmohet në forma të ndryshme. Atëherë Artur, Qori e prishi këtë koalicion. më lejo që të shohim së bashku edhe tabelën e fundit se për kë do votojnë shqiptarët në zgjedhjet e 11 majit. Siç e shikojmë nga kjo tabel, atëherë rreth 50.9% në maksimum votojnë Partinë Socialiste, 46.9% e tyre është në minimum për Partinë Socialiste, po të shohim Aleancën për Shqipërinë Madhështore, 33.1% në minimum, 37.1% në maksimum. Dalemi mëtej me Shqipëria Bëhet, me Adriatik Lapaj, ku në minimum merë 5.4% të votave në rang kombëtar dhe 7.4% të tyre në maksimum. Ajo që thatë pak më parë ju, Artur. Po të ndalemi gjithashtu tek Partia Mundësia e Agron Sheaj, 3.8% dhe 5.8% në maksimum. Gjithashtu Partia Social-Demokrate 1.4% në minimum, 2.4% në maksimum. Lëvizja Bashk e Arlind Qorit kohutohet me 1.1% në minimum, 2.1% në maksimum. Koalicioni Euroatlantik i Bashës 0.4% në minimum, 1% në maksimum. Rritur Bashë me strategji vëmend marrin 1%, domethënë. Dhe partitë e tjera kohutohen nga 0.3% deri në 0.9%. Ndërkohë kuota e të pacaktuarve, pra e të pavendosurve, është 14.7%. Këta janë personat të cilët do shkojnë të votojnë, por ende nuk kanë vendosur se për kë. Ibsen, si e shikoni ju këtë sondazh? Që do më nuk e shoh mirë se se shoh fare subjektin që përfaqësoj, gjithsesi 15% të pa 15% të pa përcaktuar tregon goxha një shifër të lartë të elektoratit që nuk ka vendosur akoma dhe unë besoj që në këtë fushat elektorale gjithë partitë e vogla kanë rënë në një batakun e të vjetërve të bërit politik, sepse janë fokusuar në të njëjtën metodikë dhe në njëjtat premtime. Domethënë elektorati pret nuk mund të bëhen mëdhenj nëse këto nuk realizojnë betejat të mëdha. Elektorati pret ndryshimin e një sistemi që ka prodhuar gjithë pasojat. Këto merren me pasojat pa e thënë elektoratit cila është zgjidhja. Dhe të arrish të gjesh zgjidhjen është futesh në zemrën e problemit. Dhe kjo është një mangësi për gjithë, këto janë politikanë të ri që duhet futen. Unë personalisht e kam artikuluar dhe pse ndoshta në këtë për arsye të ndryshme nuk kam qenë edhe në maksimumin e aktivitetit tim politik, por duhet të them që është shumë shqetësuese kjo. Në qoftë se këta duan të fillojnë edhe të bëjnë betejë, të zihen kush do ketë pensionet më të mëdha, kush do uli taksat, kush do bëj kështu, kush do kontrollojë çmimet, se këta e kontrollojnë çmimet, ta futen në filozofinë e çmimeve. Problemi më i madh është kush janë këta që kanë kap sistemin, kush janë këta që kontrollojnë bankat, kush janë këta që kontrollojnë parlamentin shqiptar, që bëjnë ligje për një oligarki e cila pastron para, një oligarki që ka kalu kufit të qenit oligarki, një strukturë mafioze që furnizon me para, dhe një sistem bankar që i bën qefin, po mbyll syt bashkë me strukturat qeveritare. Ky është problemi. Dhe ky problem ka sjell gjithë këto pasoja. Këto tash i merren kush do rrit pensionet. Këto janë për të mashtu 300.000 pensionista, bëhet fushata elektorale, shqiptar duan zgjidhjen e problemit. Tash unë nuk shoh asnjë nga këta flasin seriozisht si politikan. Merren me ato betejat e vogla të veta, kërkojnë këto, pastaj të bëhen politikanë dhe forcat mëdha. Nuk mund ta realizojnë. E kanë betejën, këto pse duhet ishin bë bashkë? Se duhet i kishin vu në një qosh, edhe Edi Ramën edhe Sali Berishën bashkë. Se Edi Rama, Sali Berisha bashkë, në marrëdhëniet ekonomike, tyre, të familjeve tyre, dhe gjithë enturazhit që i rrethon janë bashkë. Po mbrojnë interesat. Dhe këto nuk janë nivelin asaj që u ofroj Spaku, se Spaku nuk është strukturë politike. Spaku ju ofroj një terren lufte dhe këto asnjëri nuk e zhvillojnë. A janë të friksum, a budallej, a e bëjnë me qëllim, këtë nuk e di. Artur, për ty, një koment të fundit kjo tabel çfarë tregon? Ibseni përgjithsisht thotë si duhet jenë gjërat. Në fakt, për fat keq gjërat në realitet janë shumë larg asaj si duhet jenë.
ne kemi një betejë elektorale PR-i, më shumë se sa betejë programore, pra përmbajtësore. Për fatkeq që në krahun e djathtë kemi dikë që ka ardhur nga Amerika për ta bërë PR-in e Partisë Demokratike, kurse në krahun e majt kemi Edi Ramën. Por ama po të shohim pikërisht krahun e djathtë, Artur, shohim një rënje të votuesve apo të mbështetësve duke e krahasuar me vitin 2021. Ky drejtori i PR-it i së majtës, që është kryeministri, është më i zoti sa i drejtori i PR-it që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qofse nuk pranojnë të gjë e djathta, kur nuk kanë për ta mundur. Do të vazhdojmë me sloganin Rama ik se nuk të heqim dot. Artur Nura, ishte kënaqësi që ishit me mua drejt për drejt në ora e fundit. Ibsen Elezi, gjithashtu kënaqësi që ishit drejt për drejt në ABC News. Ju falenderoj, Emiliano. Mirë, këtu kemi ardhur në fund të këtij programi, sigurisht që abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po ashtu në kohë reale, na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.